Stërvitja e parën u konë shumë e mirë, më ka pëlqyer shumë intensiteti, u konë në maksimum, ka lojtarë me shumë kualitet, i kumë thonë dhe lojtarëve mbledhen kur e patëm parë, se që u konë dëshira jem, me kishme mujtë me banë edhe një kamp edhe me lojtarët jashtit, po dëshira jem u konë me bo kampin e parë për një me lojtarë vendorë që janë, se nuk i kom njoft hala, ma ndrysh është mi pas të një live në fush, dhe ka qenë në Stërvitja shumë e mirë, ka pëlqyer shumë sot. Me mujtë qëtë 3 ditë që i kena grumbullimin, sa ma mirë me këshyrën kush mundet me na ndihmue për në të ardhshmen, edhe ma me mene që i kena duritarë që janë shumë interesante. Stërvitja ke shumë e mirë me trajnerin Albert, është hera parë që mi ftum për kombëtarën unë 19, kam qenë ma herët në 17, tash ka ftu kombëtarja për unë 19 dhe ka qenë një stërvitje shumë e mirë. Shpresoj që me punë edhe me angazhim këtë lojtarëve edhe temin shpresoj që kam pranu këtë edhe për kualifikimet që janë. Shumë mirë, stafi, trajneri Albert Bunjok ka qenë shumë trajner korrekt. Na ka lëzoj ma herët se unë 19 jam përgjithësit pak më ndoja, po besoj që me punë me dëshirë madhe, angazhim madh, disiplinë, konsistencë, kjo arrihet të konë. Atmosfera është shumë e mirë, me do lojtarë një ma herët. Atmosfera ka qenë shumë e mirë, përndryshe edhe Stërvitja u komente 28 lartë, shumë ka shku gjithçka në rregull, edhe është gjithçka e mirë.